Në mungesë të mbrojtësit të së akuzuarës Remzie Kuqi, avokatit Faruk Binakaj ka dështuar të mbahet seanca gjyqësore për sulmin e vitit 2022 në qendrën e të moshuarve Orenda në Pej. Remzie Kuqi bashkë me të pandehurat Aurona Pelaj dhe Altina Regjepi akuzohen për veprën penale sulmi, ku sipas prokurorisë në bashkëkryerje kanë përdorur forcë ndaj viktimës së ndjeshme të moshuarës. Shtyhet seanca e sotme në shqyrtimit kryesor në këtë çështje penale, përmes email-it zyrtar e ka njoftuar gjyqtarin e çështjes se nuk mund të prezantojnë këtë seancë për arsye shëndetësore dhe për shkak se nga mjeku i është përshkruar pushimi mjekësor. Paraprakisht, gjyqtari Taranis pyeti të akuzuarën Kuqi nëse është e gatshme të prezantojë pa avokat, e cila e kundërshtoi atë. A mund të shmëlqu në seancë pa avokat? Jo. Avokat, së veta kur gjuhë? Jo. Nuk pëtën pa avokat. Shtyerjen e kësaj seance e quajti zvaritje të procesit avokati palës së dëmtuar Meshari Selimaj. Pas seancës, ai tha se pret një epilog më të shpejt për këtë rast. Kritika për shtyerje të seancës pati edhe Anton Rasaj, pronar i shtëpisë për të moshuar Orenda, e që në këtë proces gjyqësor është edhe dëshmitar i prokurorisë. Pa mundësi të mbajtjeve të shqyrtimit gjyqësor për një vepër penale e cila është sulm. Pra jemi përballë një dobësie të madhe ku një institucion gjyqësor, sikurse është kjo gjykat, nuk ka mundësi për me kryer një gjykim shumë të thjeshtë. Unë kërkova nga gjykatësi i tanishëm që më vërtet për mua është një problem shumë i madh. Kjo është e treta herë që vin nga Zvicra dhe 3 herë nuk mbahen seancat. Mirë po, shpresoj që në të ardhmen do dim dhe një përfundim. Sipas akt akuzës, ekziston dyshimi bazuar se më 29 tetor të vitit 2022 në shtëpinë e kujdesit për të moshuar Orenda SHPK kanë përdorur forcë ndaj viktimës së ndjeshme të moshuarës. Sipas akt akuzës, me kërkesë të pandehurës Aurona Pelaj, e pandehura Remzie Kuqi incizon, ndërsa e pandehura Altina Regjepi e ka për dorën e majt viktimën, duke e mbajtur ndërsa pasi e njëjta e lëshon, e pandehura Aurora e ka viktimën në të dyja duart në pjesën e parakrahut, duke e goditur disa herë me shuplaka në fytyrë.